Ju përshëndes gjithëve, sapo dola nga gjykata e Tiranës, dhoma penale, përfundoi seanca gjyqësore me kryetarin e Bashkisë Tiranës, zotin Erion Velia, i cili më ka paditur për shpifje, siç e dini. Është seanca e tretë radhëzi dhe ai nuk paraqitet në gjykat dhe gjyqi dështoi për këtë gjë dhe është shtyr pas disa ditësh. Këto besojnë janë teknikalitete dhe artifica për arsye se ai e di shumë mirë, sepse ai më ka paditur mua, nuk e kam paditur unë atë. Por e para është kjo dhe e dyta ishte që ka avokat. Dhe avokati e vendos ndjemërisë kur janë seancat gjyqësore. Unë duhet ju them që kjo është një slap cases, një padi strategjike që ai të më mbajë të varur për të më bërë presion, që unë mos të dal në ekrane, ta ul intensitetin e asaj që ai e quan shpifje në fakt, por unë nuk tërhiqem nga asnjë nga deklaratat e mia, për këtë arsye janë këto dosje këtu ku janë të gjithë provat me letra dhe me DVD që unë kam mbajtur. Ndërkohë blofi i radhës është që në gjykatë ai kishte paraqitur një provë, një DVD për gjykatën, provë pra nga ana e tij dhe CD-ja, DVD-ja ishte bosh. Pra imagjinoni çfarë serioziteti ka ky lloj gjyqi. Gjithsesi unë do doja t'i bëja thirrje edhe nëpërmjet kësaj video edhe një herë tjetër që ai të vinë në gjykatë, se është nderin e tij jo për mua, por për të respektuar gjykatën në këtë rast, sepse ka ngritur një padi dhe sigurisht që duhet paraqitet. Por padia strategjike që ai ka bërë për të më trembur, mua nuk do më dali, sepse unë do vazhdoj me denoncimet e mia në çdo natë ku jam në ekran apo në rrjetet sociale apo kudo në jetën time publike. Duhet ju bëj me dije që seanca e radhës u la me datën 26 nëntor në orën 14:00. Nuk mbetet gjë tjetër veç se t'i bëj edhe një herë tjetër thirrje që të paktën në 26 nëntor vi këtu në gjykatë dhe të përballet si burri burrit.